Se tani e liron, tjetëri se liron. Po jo, edhe tjetëri se liroj. Po pse du ta liroj mandat, s'ka marrë tu me i bën nder tjerëve. Po shumë mirë ke bërë që se liroj. Unë i bëj një nder atij që vërtet e meriton dhe vërtet e ta di se çfarë qëllimi ka për atë nder që kërkon. Se s'du të dal unë bluff ose të dal bluff po dhe të shërbej njerëzve për qëllimet e tyre, karshi tjerave, palës tret. Po patjetër. Sepse unë vërtet tu mirin e kam të nuk jam për plas. Por do vi koha që do përplasim. E me Kristin, e me ty, e me gjithë. Po patjetër. Kupton? Po s'është as momenti, as koha dhe s'kip se ta harxhosh energji direkte, po paktën të shohësh pozicionet dhe unë nuk kam hyrë këtu tash të bëj nder ty apo çdo njeriu. Normale në botën. Edhe Kristi tregove the jo, nuk e lçoj. Po normale, ishte shumë normale. Sepse ishte një pse unë të boja kot viktim e një propozimit të tyre dhe të merresha një inat nga grupi tjetër që s'kisha asnjë lloj interesi këtu, sepse do të kishte interes pastaj. Po patjetër. Plus unë kam bezdia të çu që bën katër vete hajde se po ja bëjmë senalë, nuk e unë s'kam çfarë bëj ty s'ka çfarë bëj tyre. Armiku më i madh i jote aty kush është? Senalë. Veti është, veti. To se kuptojnë. Veti është. Se ty kur s'kam poshtë jeta sot, ti ku je ti këtu, këtë respektoj valla. Po ke problem ti për tankë. Valla e mëra kësaj shtëpie veten kam armik. Por ne po them. Ti më vjen mu këtu, unë shoh çdo lloj veprimi, çdo lloj gjëje që ta kam pa dhe kur kam qenë ashtu, edhe tash kur kam poshtë jeta dhe lloj gjën, po të poshtë aty tankola apo tjetri atje ti fare. Ti nëse do gabojsh, se do gabojsh ti dhe ti do zihesh me veten tate. Në momentin që ti të trahton vetja jote, hike pastaj, dole për jashtë. Me ti. E kam gabim, profesor? Jo, nuk e ke gabim fare. Kash. Ke të drejtë për këtë. Tu ke ujtin. Po, harrova. S'ka gajta këto shoku jot. Jeta është sakrificë, varet se si e ke. Jeta është. Po, e sfidë. Po varet se si ti e jeton dhe qëllimi që ke dhe do kesh, varet se si do t'i marrësh, se si do t'i marrësh për veten tate. Në çfarë mënyre do t'i marrësh. Sepse normal që njeriu i mirë dhe i drejtë gjithmonë është problematik. Ke vënë re ti kur ngul një gozhd në dras, gozhda kur është e fortë, arrin drejt dhe e godet, e dëshon dhe i bën. Kur sa është që shtrëmohet, të ta heqësh se s'bën më, do të shkul, edhe e hedh plera. Pra i drejti gjithmonë goditet. Por i drejti ka një gjë, që shkon në vendin e vet. Aty ku don ai. Godit dhe shkon në vendin. Shkon i fort, shkon aty ku don ai dhe mirupafshëm. Dhe fund fare, masi e fiton atë trofej që ka, çdo lloj trofeu, është i kënaqur edhe me shpirtin e vet dhe me ka kënaqësinë shpirtërore, sepse fundit njeriu është i... Se da